بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما من الله تجد mëshiruesit falënderojmë Allahun Zotin e botrave meritorin për të adhuruar dhe njohur si Zot. Mirësitë dhe bekimet dhe mëshira e tij dhe paqja e tij qoftë mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma lakal hamdu kama hadaytana lil Islam fathabbitna ala at-ta'a ila an nalqaq. O Allah, Zot, ty të takon falënderimi që na udhëzove në Islam. Na bëj o Zot të qëndrueshëm dhe stabil në këtë fe dhe në këtë besim deri në ditën kur do të takojmë ty ja Rabbel Alamin. Jemi të nderuar sonte dhe kemi kënaqësinë që të jemi së bashku me hoxhën e nderuar, Hoxh Khalid El Hibshi, i cili Zoti është shpërbleft, ka vizituar Shqipërinë dhe elhamdulillah jemi sërish sot me një takim special. Duke qenë se ne po afrojmë me muajin e Ramazanit, muajin e agjërimit, dhe tematika e këtyre ligjëratave ka qenë në përgjithësi se si ne të parapërgatitemi dhe si të përfitojmë sa më shumë me qenë gati në iman dhe në besim dhe në dije që kur vi Ramazani, inshallahu taala, të japim hakun. Mirë, po në mesin tonë ka dhe një kategori njerëz që janë të sprovuar me sëmundjet shpirtërore, që mund të jetë mësyshi, që mund të jetë përfolmja, që mund të jetë magjia, që mund të jetë smira dhe zilia, që mund të jetë përfolmja etj. Atëherë ligjërata është pikërisht se si këta njerëz janë të sprovuar me këto lloj sprova, mund ta shfrytëzojnë, mund të përfitojnë, mund të dalin edhe ata njësoj si të gjithë të tjerët të përfituar dhe të fituar në muajin e Ramazanit. Dhe për këtë do të jetë shejhu i nderuar dhe hoxha jonë i nderuar, profesor Khalid El Hibshi, dhe hoxha i tjetër i cili e shoqëron, Hoxh Abdullahi, i cili do të jetë edhe, domethënë, përkthyesi, translatori i shejhut për sonte. Zoti e shpërbleft Shejh Khalidin dhe Zoti e shpërbleft Hoxh Abdullahin, i cili është shoqëruesi i tij. Edhe juve Zoti ju nderoft dhe ju shpërbleft që keni mbushur xhamin për të përfituar inshallah të gjithë së bashku nga kjo ligjërat që do të mbahet. Zoti ju nderoft. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khayru ibadihi wa khiratuhu min khalqihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderojmë Allahun e madhëruar, Zotin të vetëm, me falënderimet e shumta që si e takojnë atij madhështisë tij. Paqja dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi robën e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, profetin, njeriu më të mirë që Allahu zgjodhi. Ju përshëndes dhe më përshëndet Islami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يطيب لنا في ليلتنا هذه أن نتحدث عن أمر هام بالنسبة لكل من ابتلي بالسحر أو بالعين أو بالمس. Sonte me lenin Allah do flasim për një temë që është shumë e rëndësishme. Një temë që ka lidhje me njerëzit të cilët janë sprovuar me magji, me mësysh apo me prekje nga xhindët. كلنا يعلم شدة المعاناة التي يعانيها المرضى الروحيين في سنة كاملة، فكيف يكون الحال في شهر رمضان الذي فيه فرائض وواجبات؟ Të gjithë e dim se sa vujnë ato njerëz të cilët kanë probleme me magjinë, me mësyshin. Pra vujtë që ata i vujnë gjatë gjithë vitit, e si është gjendja e tyre me muajin e Ramazanit. المريض الروحي في أيامه العادية تجده مقصر في الصلاة
وبعضهم يغيب عن وعيه، وبعضهم تأتيه حالة نفسية بسبب الشيطان يصده عن الصلاة، فإذا دخل رمضان تكون الواجبات عليه صعبة، الصيام عليه صعب والصلاة عليه صعبة ولا يستطيع أن يقوم الليل. Personat e tillë, në moment që vuajnë, ato kanë vështirësi me namazin, pra gjenë vështirësi në adhurimet përgjithësi, pra kanë vështirësi kur falen, vështirësi me agjërime, vështirësi me ibadetet përgjithësi, dhe moment që vjen muaj Ramazanit, ju shtohet rëndesa dhe smundja, arrin në rëndesa psikike derisa kalojnë në raste të rënda psikike. ولهذا وقبل دخول رمضان لا بد أن نذكر برنامج للمريض الروحي. Atëherë thot para se të vijë muaj Ramazanit, është mirë thot që përmendim program që çfarë veprojnë këta njerëz të cilët janë prekur me smundje të tilla. يختلف المريض الروحي في بلادنا عن هذه البلاد. Njerëzit e smur në vendet tona ndryshojnë shumë nga ato njerëz që janë prekur dhe smur në vendet tuaja. فأكثر المرضى في بلادنا والبلاد العربية غالبا تجده يصلي الفروض الخمسة ويقول الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وبعيد عن كل شيء محرم غالبا، فإذا جاء رمضان له برنامج يناسبه. Në përgjithësi thot, në vendet tona, në vendet islame, ato të cilët vuajnë nga këto smundje të tilla, thot në përgjithësi shumicën e tyre i gjenë që janë namazlit të rregull me 5 vaktet, i gjenë që janë të rregullt me dhikrat e mjesit mbrëmjes, larg haramve, gjë e cila nuk ndodhet tek ne. Pra, edhe kur vjen Ramazani, ato kanë përgatitur veten me program më të tepërta dhe më të shumta adhurime, pra që ta arrijnë, ta luftojnë dhe ta largojnë këtë problem të cilin ato vujnë. في هذه البلاد لا أقول المرضى، كثير ممن يصومون رمضان قد لا يكون من أهل الصلاة، إذا سألته يقول الصلاة لا، لكن أنا أصوم رمضان. فهنا البرنامج الذي يكون في حقه في رمضان سيدخل في البرنامج أيضا مع الصيام أن يحافظ على الصلوات جميعها. Ndërsa në vendet tuaja thonë ndryshojnë njerëzit e cilët janë nga njerëzit tona në vendet tona, për shkak se shumica e njerëzve, pa llogarit ato që janë të smur, janë të cilët kur vjen muaji Ramazanit, agjërojnë Ramazanin, por se nuk falin namazin. Pra thjesht shumica e popullit, po flet në përgjithësi, pra janë agjërues dhe nuk janë namazli. Prandaj që gjë e parë si program të njerëz në këto vende duhet që me programin që agjërojnë të shtojnë edhe namazin, pra 5 vakte dhe të kenë kujdes ndaj tyre. أكثر المرضى الروحيين في هذه البلاد لا يصلون. E shumica e njerëzve që janë të prekur në këto vende, thot shumica e tyre nuk janë praktikant, nuk janë namazli. فيأتي أحدهم يقول أجد الدم وأجد الشعر وأجد البيض وأجد أشياء كثيرة، ملابسي مقطعة. Edhe vijnë njerëz të tillë dhe tregojnë ato vujtje që kalojnë duke u ankuar, duke thënë që gjejnë për shembull gjak shpërkatur ose gjejnë flokë që janë pjesë e magjisë, apo gjejnë për shembull që u dëmtohen rrobat, u priten, u grisen rrobat pa pas ndonjë shkak, apo gjejnë vejes nëpër shtëpi apo në vende ndryshme. Pra prej ankesa dhe vujtje që ato vujnë nga këto probleme. نسمع أصوات في البيت أشياء تخيف، فإذا سألناهم تصلي قال لا ما أصلي. Ose ngjojnë për shembull zhurma nëpër shtëpi ose zëra e probleme të tilla, dhe kur i pyet si jeni me namazin, thot nuk falemi. فدائما نحن نقول لذلك المريض نقول إذن لا أستمع لك في شيء. يقول لماذا؟ أقول لأن بابك مفتوح، فإذا جاء الرجل يشتكي عند الشرطة يقول سرقوا متاعي وذهبي ولباسي والثلاجة وكل شيء، يسأله المحقق يقول له هل كان الباب مغلق؟ يعني كيف يأخذ هذه الأشياء؟ يقول لا أنا الباب تركته مفتوح، فغالبا يقول له اذهب لن أسجل شيء لأنك تركت بابك مفتوح.
Atëherë njerëz të tillë në moment që vinë për të lexuar Kur'an, ato dëshirojnë që ta dërgojnë çdo ndodhi që ndodh, por se thonë përgjithësi nuk ka interes që t'ja ngjosh hallet që vun ky për shkakun e thjesht. Si puna e atij personi i cili për shembull ka hyrë hajdutin në shtëpinë e tij ose në punën e tij ose në dyqan edhe thotë më kanë vjedh televizorin, kanë vjedh këtë pjesë renditje të shtëpisë me radhë, nëse shkon ankohet, bën një kërkesë ose një ankesë me fjalë polici. Do pyetet si ka hyrë hajduti, thotë kisha lënë derën hapur. Thotë shko, thotë si nuk i risol fare ato probleme ose ato gjëra që janë vjedh se je vetë fajtori. Prandaj në moment që personi ka probleme të tilla dhe nuk i bën këto sebepe mbrojtje, i ka lënë dyert e tij të hapura, pra mund t'i vijnë problemet nga gjitha anët për shkak se nuk është i mbrojtur. فإذا قال له اسمع ماذا أخذوا أشياء أخرى يقول ما أريد أن أسمع. E nëse do filloj të ankohet që shif se më kanë ndodh kjo, më kanë bërë kjo ose më kanë marrë këtë gjëra, thotë se s'ndëgjoj fare, thotë se je fajtor vet. شخص دخل إلى الطبيب وعنده يعني ألم في صدره وما يستطيع يتنفس جيدا وعنده أشياء كثيرة، فالطبيب يقول له يعني ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تصنع؟ قال والله أنا سأله تشرب دخان؟ قال نعم أشرب دخان. كم تشرب؟ قال باكيتين 4 باكيتات. ماذا يقول له؟ يقول له لا تشتكي، أو إذا أعطيتك علاج تترك هذا الدخان. فإذا رجع بعد فترة يشتكي فالطبيب مباشر يقول تركت الدخان؟ يقول لا، يقول له ما عندي شيء لك اذهب. Për shembull thonë nëse dikush do shkojë tek mjeku, do ankohet, që thotë kam problem ngushtim frymarrje, me zor mbushur me frym, kam dhimbje, probleme të tilla dhe i bëj ca pyetje. Çfarë ushqesh, a konsumon duhanin? Edhe thotë pi 4 paketa në ditë për shembull. Dhe i thotë gjëja e parë që lije duhanin, se mund të jetë ky shkaku. Dhe nëse ky do të japi disa kura dhe ilaçe, dhe përsëri problemi i këtij nuk largohet, do shkoj kur shkoj herën e dytë për vizitë. Gjëja e parë që do i pyesë thotë akoma vuj. I thotë a ke lënë duhanin? Thotë jo. Atëherë thotë ik, thotë s'ke ilaçe për ty. Sepse shkaku që të më thotë ti nuk heq dorë prej saj. هناك أناس يلتزمون فتحصل نتيجة، وهناك أناس يقولون أنا ما أستطيع أترك هذا وما أستطيع أترك هذا، سيبقى على حاله. Prandaj personat të cilët thotë përpiqen dhe mundohen, ato me lejen e Zotit gjejnë rezultat në problemet që vuajnë. Ndërsa personat të cilët nuk përpiqen dhe nuk menjanohen nga ato gjëra që shkaktojnë problemin, në përgjithësi gjendja e tyre vazhdon me një kohë të gjatë dhe nuk ndryshon. إذن المرضى في هذه البلاد الروحيين أقسام، قسم قليل منهم الذين يصلون ويصومون وهم بعيدون عن المعاصي ويتصدقون. Atëherë të smunët në këto vende thotë janë disa lloj. Një prej tyre, dikush nga ato, pra ka nga njerëzit e cilët thotë agjërojnë, falen, bëjnë dhikr, japin sadaka, janë të lartë nga haramet. هؤلاء أمرهم إن شاء الله يكون يسير، لكن نقول لهم لا بد أن تزيدوا في عبادتكم وطاعتكم وتفرغكم للعلاج. Me lejen e Allahut njerëz të tillë, zgjidhja e problemeve dhe kurimi i tyre është shumë i lehtë. Thjesht duhet ta ngrejnë çik më tepër, të japin çik vetes më shumë kuraje dhe përpjekje, pra të shtojnë më tepër sidomos këtë muaj që vjen muaji Ramazanit. وهناك أناس لا يصلون ولكنه يصوم رمضان، وهناك أناس لا يصلون ولا يصومون. E ka të tjerë thotë nuk falen por sa agjërojnë, dhe ka të smund tjerë që as nuk falen as nuk agjërojnë. نقول لأمثال هؤلاء لابد تبدأوا من الآن من اليوم، لابد أن تبدأوا بالصلاة وبشيء من صيام التطوع. E këta të cilët thotë nuk falin namaz, ato që nuk kanë asnjërin as agjërimin as Ramazanin, as namazin, këtyre u themi vazhdoni që sot me namazin edhe me agjërim vullnetar këto ditë para se filloj muaji Ramazanit. ولا بد أن تتركوا كل ما يغضب الرحمن وكل ما يبعدكم عنه. Dhe duhet patjetër të heqni dorë nga çdo vepër që e zemron të gjithëmëshirshmin dhe çdo vepër e cila është ndaluar dhe haram. شهر رمضان على الأبواب.
dhe muaj Ramazanit është në pragun e dyrëve tona. ودائما نذكر نقول الذي ما تعالج وانتهى في رمضان الله يعينه بعد رمضان صعب. Dhe gjithmonë thot i përsërisim dhe themi njëta të këshilla që ai personi i cili vjen muaj Ramazanit dhe nuk përfundon me problemet që ka, nuk kurohet gjatë Ramazanit, themi Allahu e nimoft atë pas Ramazanit, sepse gjendja është më e vështirë. لو جاء مريض قلت أنا أعطيك برنامج قوي تصوم كل يوم لمدة شهر وتصلي 5 صلوات وتصلي قيام الليل وتفعل يقول ما أستطيع. Për shembull, nëse dikush do vjet kërkoj një program dhe i themi të japim një program shumë të fortë. Ta agjërosh çdo ditë, të falësh 5 vakte, të falësh namazin gjithë natën. Thotë se bëj dot, se të falësh gjithë natën, e ti bësh gjithë ato për jashtë Ramazanit, është shumë e vështirë. ولكن رمضان الناس كلهم صائمون كل الناس يصلون وهناك صلاة التراويح فيسهل على الشخص أن يشارك الآخرين. Ama kur vjen muaj Ramazanit, të gjithë i gjenë që agjërojnë, të gjithë i gjenë që shkëfajnë taravit, dhe ka më të lehtë që të jetë dhe ky pjesa atyre shumicës të cilët i bëjnë këto adhurime dhe lehtësohet dhe agjërimi i tij dhe namazi i tij që të jetë me grupin me shumicën e muslimanëve. ولكن كيف يكون حال الشخص الذي يقول إذا جاء رمضان سأبدأ يكون مثل الذي دخل سباقا وهو لم يستعد له. Por se si është gjendja atij personi i cili thotë do filloj me fillimin e Ramazanit. Është si puna atij personi që pret ngaroj me një garë edhe e len ta fillojë servitën ditën e fundit para garës. أحبتنا الذي يدخل في ملاكمة أو مصارعة أو أي لعبة من الألعاب تجده يستعد قبل المباراة بأشهر يتدرب تدريب قاسي. لماذا تتعب نفسك؟ اذهب في ذلك اليوم يقول لابد أستعد لأن هذه معركة فاصلة وهي اليوم واحد هذه المقابلة، فكيف بشهر كامل تقابل فيها رب العالمين؟ Prandaj thot vëllezër të dashur, thot po ti pyesësh shumë vëllezër ose shumë njerëz nga ato që merren me sporte dhe me gara të ndryshme, i shikon që ato fillojnë servitjen shumë muaj para, 2-3 muaj para, dhe po ti thosh mos e lodh veten kaq shumë, por se leje ato parandeshjes, një servitë të lehtë, thot jo duhet patjetër, sepse është vendimtare. Pra fituesi do jetë ai i cili ka bërë shumë servitje. Prandaj lodhet me ditë të tëra, me muaj të tërë para se të vinë ndeshja që të dalit fitoje. وفي تلك التدريبات قد يفرض على الفريق أو على ذلك الشخص ألا يقرب النساء وألا يشرب الكحول وألا حتى يكون بكامل صحته وعافيته. Ndodh thot me fjalë që me këto skuadra që kanë servite të forta dhe ndeshje me fjalë që janë shumë vendimarrëse dhe vendimprurse, thotë që mundet që për shembull trajnerët ose ato që profesorat që i servisin t'i vënë ca kushte që gjatë këtyre muajve të largohesh nga familja, mos kesh kontakt, të largohesh nga këto ushqime, nga alkooli e pije të ndryshme të cilat e dëmtojnë fizikun e tij me qëllim që kur vi momenti të jetë me gjithë fuqinë që ai posedon për të fituar ndeshjen. وأقص عليكم قصة رأيتها بنفسي. Atëherë thotë ju tregoj thotë një ndodhi të cilën thotë unë e kom parë me sytë e mi. ذات يوم كنت في نادي من الأندية دخلت أتمرن قليل هكذا قلت أعيد في صحتي شيء بسيط فرأيت شاب ومعه شاب آخر، الشاب الآخر ضعيف جدا ويلهث تعبان جدا، فهذا أخوه يمسكه وهذا يريد يسكت، فأنا تعجبت قلت إما عنده مرض أو ماذا عنده، فسألته قلت من هذا؟ قال أخي. قلت ماذا عنده مسكين مريض؟ Thot një herë, thot kisha hyrë thot me një palestër që bëja pak për trupin, për shnetin tim, thot, dhe pash thot dy persona të cilët po bënin servitje, por njëri prej tyre ishte shumë i dobët. Kaq i dobët ishte që vllai ose ai personi tjetër e kapte e ngrinte se binte në tokë. Tha dhe më habiti, thash që është punë e këtij i smur. Dhe i pyeta si është problemi, është i smur ky personi, tha është vllai im, tha. Pra e ndihmonte që servitje thot në atë lloj mënyre ekstreme, edhe i pyeta dhe më tregoi.
فقلت يا أخي انظر أخوك ضعيف ممكن يحتاج إلى فيتامينات. قال أخي بطل في لعبة الجوجيتسو. I thash, po shife se vllai është shumë i dobët, ndoshta ka nevojë për vitamina, mori diçka trupi, sa shumë. Tha vllai im, tha është kampion në këtë sportin gjis ose unë se kuptova tamam. قلت هذا بطل في الجوجيتسو. قال نعم هذا بطل في I thash, الجوجيتسو. ky është kampion, tha po, ky është kampion. جوجيتسو. Lloj karates, lloj nga këto lloj ka judo ose فقلت له لماذا هذا حاله؟ قال الآن عنده مباراة بعد شهرين ولا بد ينزل وزنه أكثر من 8 كيلو حتى يستطيع يدخل في نفس الوزن الخفيف، وقبل ما يقبله إلا بعد يأتي عند الذي يقبل فيضعه في الميزان ويسجل. بعد هذا سيأكل أسبوعين 3 أسابيع يستعيد قوته حتى يدخل المباراة. thot, ky pas 2 muaj thot ka një ndeshje dhe duhet patjetër thot që të bi nga pesha 8 kg, që të arrihet thot që të pranohet në peshat e lehta. Nëse nuk arrin të zbresë thot, nuk e fusin ndeshje. Prandaj thot duhet patjetër dhe pastaj moment që plotësohen ato pesha e gjitha, pastaj ka 2 javë kohë thot që të ushqehet mirë së vitit më tepër që të fillohet t'i kthejë energji që ka humbur duke nga pesha. والله يا إخوان الذي ينظر في هذا الشاب يقول سيموت، عرق وضعيف ما يستطيع يقف، أخوه يوقفه ويقول له يفعل التمرين. قلت يا أخي اترك. قال لا لابد يفعل هذا الشيء. Thot po ta shikoja atë rast, me pa me sy thoshte që ky tani dhe pak po bjen e po vdes. Por se thotë, ato thotë insistonin se patjetër do t'i bësh to që të arrish ato ulën e peshës me qëllim që të futesh për ndeshje. هكذا يتحملون من أجل مباراة أو من أجل كرة أو من أجل مصارعة. Pra këto I pranojnë dhe vujnë gjithë këto vujtje dhe mundime dhe lodhje me qëllim thjesht që të futen me ndeshje që të arrijnë me fjalë të sukses. Pra gjithë këtë lodhje në ekstrem vetëm që të arrijnë rezultate. أليس حري بنا أن نتعب وأن نجتهد حتى ندخل في رمضان ونحن بصحتنا ويكون الصوم علينا سهل والصلاة علينا سهلة؟ Atëherë thot, a nuk jena ne me meritorët që të mundemi të përpiqemi dhe të lodhemi, që të futemi muaj në Ramazan dhe të jemi ne të aftë dhe të shnetshëm që të arrijmë ta kalojmë Ramazanin me sukses. أكثر الناس إذا دخل رمضان يصوم أول يوم وثاني يوم خلاص يقوم كأن 10 أشخاص ضربوه وهكذا ميت في الفراش يقول ما أستطيع أتحرك. Shumica e xheruzëve kur fillojnë ditën e parë të Ramazanit, ditën e parë dytën, ditën e tretë thot trupi I tij thot është me ngjenje, thot kputi dhe lodhe, sikur e ke rrafur 10 orë. Pra ka punuar sepse trupi I tij ka kohë që nuk ka mësuar me agjërim. فإذا أفطر ملأ بطنه ثم قام يشرب القهوة ويذهب مع أصدقائه كأنه عيد. لا، شهر رمضان ليس عيد. Pastaj thot kur vjen iftari, thot fillon në han iftar, thot si me qenë fest. Hanë, pin kafe gjithë natën e këto thot, sikur thot është çdo ditë e agjërimit, është ditë gëzimit dhe bajrami. Thot Ramazani thot nuk është kjo qëllimi I saj. ثم يذهب يصلي صلاة العشاء مع الإمام وممكن يزيد في التراويح 2 ثم يخرج يقول مشغول ولكنه يجلس مع أصحابه إلى الفجر. E pastaj thot vjen koha e namazit të ravive, thot e fal Yatsin, I falin 2 rekat të ravin, nëse I fal 2 rekat, pastaj thot del, thot kam angazhime. Kur e shikon thot shkorri me shok nëpër kafe, thot deri në syfyr. يأتوا بذلك السحور يملأ بطنه ويصلي الفجر وينام بعضهم ينام إلى العصر. E me pas thot kur vjen syfyri thot hajnë aq shumë sa që ta mushin mirë barkun dhe pastaj thot e falin sabahun dhe ja fusin gjumi thot deri për ikindi. فيقوم ويجمع الظهر مع العصر يقول ماذا أفعل أنا صائم. E pastaj thot e bashkojnë thot namazin e drekës thot me ikindin ku I thu, po thot çat bëj thot jam agjëruar me milad. والطيب منهم أنه يستيقظ قبل العصر هكذا ب15 دقائق حتى يقول أصلي الظهر في وقتها. E disa prej këtyre që janë çik më të mirë thot, çohen ja 10 minuta para ikindis dhe e falin pa hy koha akoma drekën. Pra fjala që ta fal pa më kalu koha, pastaj fal ikindi. هكذا نتعامل مع الله.
A kështu thot duhet ne të sillim me Zotin? لو قلنا مثل المباريات مثل الذين يستعدون هل يفعلوا هكذا؟ هناك أناس في المضمار وفي السباق تجده صلى الفجر وجلس إلى الإشراق يريد يكسب الأجر، قرأ قرآن ثم ينام قليل ثم يستثمر باقي اليوم الذي فيه الأجر. Pra po të shohin këto lloj njerëzi thot, a bëjnë ato atë mundi siç e bëjnë njerëzit të tjerë të cilët bëjnë garë dhe bëjnë ngarojnë, por se ka prej muslimanëve thot të cilët thot janë të rregullt, e falin sabahun me xhamat, rrinë bëjnë dhikr, presin lidhjen e diellit, falin 2 rekat pasaj qetësohen pak flenë dhe pastaj sa të fuqizohet që ta ketë ta shfrytëzojë ditën në gjëra të dobishme. إذا نقول برنامج المريض الروحي أيها الأحبة ما نريد أن يدخل عليك رمضان مثل كل سنة فتدخل من أول يوم وثاني يوم وينتهي رمضان وأنت تعبان وما تستطيع تكمل التراويح وما تستطيع أن تقوم تصلي التهجد في العشر الأواخر. Atëherë thot vëllezër të dashur, ata të cilët janë të sëmur, nuk duhet pra që t'i arrijë muaj Ramazanit si çdo vit tjetër, pra që ta fillojë ditën e parë me mundë, me lodhje, me radhë dhe pastaj ka vështirësi që të falë taravit, e ka pamundur dhe vështirësi të falë namaznate dhe ditën e fundit, por se të vazhdoj që tani që të stërvitet përgatitet që kur vi Ramazani ta kalojë në mënyrë më të mirë dhe plot. لهذا المريض الروحي لا بد أن يكون في قوة ونشاط ويبذل كل ما بوسعه في رمضان ويبذل أكثر مما يبذله الإمام والشيخ. Atëherë pra të smurët që kanë probleme pra me magjinë, me prekjen dhe me mësyshin, duhet që gjatë Ramazanit ta shfrytëzojnë kohën të përpiqen në maksimum më shumë se sa mund të përpiqet hoxha për shkakun që ky të përfundojë nga këto vujë që po vuan gjithë këtë kohë. بعض المرضى الروحيين في بلادنا تعلمون ماذا يفعلون؟ Të smurët thot, disa prej smurën vendet tona thot, a e dini çfarë veprojnë gjatë Ramazanit? رمضان مكة يرتب أمر إجازته السنوية أن يكون رمضان إجازة. Atëherë thot ato thot muajin e Ramazanit e bëjnë muaj pushimi nga angazhimet e jetës së dynjas. Edhe shkojnë e kalojnë Ramazanin në Mekë. Pra gjithë pushimet që i bën gjatë vitit marrin për muajin e Ramazan. يأتي رمضان يذهب إلى مكة أو المدينة لا يعرف أب ولا أم ولا زوجة ولا شيء. Pra shkojnë në Mekë ose në Medinë thot dhe angazhohen me veten e tyre thot dhe shkëputen pra nga familjarët, nuk që mos të harxojnë kohën e tyre me gjërat e përditshme. والله أذكر قصة أحدهم من رافقه يقول والله هذا من وقت صلاة المغرب وهو يصلي إلى الفجر 10 أيام الأخيرة. Për shembull thot një rast nga ato vëllezër që ka pas probleme thot një rast tregonte thot që nga akşami deri në sabah u falte edhe ditën e fundit. Pra nga akşam vetë rritë falte namaz. صلي الإمام المغرب الناس يذهبوا للإفطار ويأكل القليل ويقوم يصلي، أذن العشاء يصلي، تراويح يصلي، الناس يذهبوا يتعشوا هو يصلي إلا إذا جاء صديقه يعطيه قليل من الطعام ثم يقوم يصلي حتى يأتي الإمام في القيام ويكمل إلى الفجر. السحور يأخذ بعض التمر واللبن. Pra e çelte thotë iftarin me diçka të lehtë, falte akşam me imamin, pastaj thotë filloi të falej, vite yatsia, shoku dikush nga ato të afërm të bish një pjesë nga ushqimi prap që të ketë marrë trupi çik takat dhe fuqi, falet taravit me imamin, pasi mbrojshin taravit, njerëzit hikshin, ky thotë falej derisa vite namazin nac, filloi namazin nac me imamin, përfundoshin e pastaj me radhë së fyre deri në sabah. تسأل الإمام، تسأل الذين في الصف الأول تستطيعون تفعلوا مثل هذا؟ يقول لا ما نستطيع. تسأل هذا لماذا تفعل هذا؟ يقول هذه فرصتي، ما أجد شهر مثل شهر رمضان حتى أن يكون الدعاء مستجاب والمرضى مربطين مقيدين، هذه فرصتي لا بد أفعل كل طاقتي وأخرج كل طاقتي الآن. Po ti pyesë shumë nga vëllezërit thotë të cilët falin safën e parë. A jeni të gatshëm dhe të aftë ta bëni diçka të tillë, një program të tillë? Thotë s'mundemi. Ama ky thotë kur e pyet thotë, unë thotë, po ti pse lodhesh kaq shumë? Thotë ky është shansi im i vetëm thotë, nëse këto 10 ditë e fundit të Ramazanit nuk do arrit kurohem, atëherë thotë kur do shfrytëzoj kohën? Pra është muaj begative,
muajin e cilët lidhen në të shejtant, muajin e cilën të hapën dyert e xhenetit, muaj që pranohen lutjet, prandaj thot unë e krejt fuqinë që kam e shfrytëzojnë këto ditë këto net fundit që të arrijet pranohen lutjet shërohem nga këto që probleme që vuan me kohë gjatë. ليس شرط أن يكون مكة، أنتم بعيدين عن مكة لكن تستطيع أن تفعل هذا في بيتك. Atëherë nuk është patjetër kush e një smur, të shkoj patjetër Mekë që të kurohet. Pra çdo person i prekur, pra mund ta bëjë këtë program në shtëpinë e tij. رمضان بالنسبة لك أيها المريض الروحي ليس وقت لقاءات. الآن هذا الشهر فرصتي، فلان وفلان إن شاء الله أقابلكم بعد رمضان، فقط تدعوا لي وأدعو لكم. Atëherë ti vlla ose apo ti motë që je smur, thot nuk është Ramazani muaj takimeve dhe muaj vizitave, porse Ramazani për ty është muaj i përpjekjeve dhe mundeve që të arrish të largohet dhe të kurosh nga ky problem. Prandaj takimet dhe vizitat me shoqërinë thot lej përpas Ramazanit, Ramazani shfrytëzoje që të përfundosh nga këto vujtje. لماذا شرع الصيام؟ الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون، هذا في حق الناس العاديين، فكيف في حق المبتلى المضطر؟ Atëherë thot pra si citohet në ajet kuranor, pra cili është shkaku që Allah ka bërë obligim Ramazanin me qëllim që njeriu të arrijë devotshmërinë. Kjo është për njerëzin përgjithësi. Po ti që je nevojtar dhe i prekur, atëherë ti e ke më të domosdoshme që ti të përpiqesh në këtë muaj. بالنسبة للأخوات تكون الواحدة متزوجة تقول طيب رمضان شهر المطبخ، ينتظرون الإفطار ولا بد أصنع هذا وأصنع هذا. نقول بالنسبة للأخت المصابة هذا الشهر لن يتكرر، وكم من الناس ننصحهم نقول لو تشتروا الطعام من السوق ولا تدخل المطبخ، فقد تفرغ إلى القرآن والذكر والدعاء. Ndërsa në lidhje me motrat e cilat janë të prekura, janë të smura, thot, atëherë në përgjithësi thot për gratë, për motrat, Ramazani është muaj guzhinës. Kështu është bota tani si traditë. Pra gruaja shumicën e kohës e ka në kuzhinë me iftare, me syfyre, me gatime, por se motra, ajo motra, ajo nën që është e prekur dhe ka probleme të tilla, atëherë thot këshillohet që në muajin e Ramazanit të shkëputet nga kuzhina, të shfrytëzoj këtë shans që i ka ardhur Ramazani për probleme dhe vujt që ka, edhe sikur thot ta marrë ushqime, thot ta blejnë të gatshëm. Thjesht që t'i japi kohë vetes saj që të kurohet nga këto probleme. إذا لابد أن يكون لنا لياقة قبل أن يدخل شهر رمضان. Pra duhet që ne të përgatitemi të servitemi para se të na fillojë muaji Ramazanit. لماذا؟ لأن الأمر خطير جدا في المريض الروحي، وهذا شيء أذكر به. Sepse thot është shumë e rëndësishme dhe shumë e domosdoshme për problemet për njerëzit që kanë probleme të tilla, pa që vuajnë pra muaji Ramazanit. Prandaj duhet që të përgatiten para se të afrohet dhe të vijë. أكثر المرضى الروحيين يأتي في شهر شعبان الاتصالات كثيرة، يا شيخ تعبان تعبانة. لماذا؟ Po t'i vesh re, thot shumë nga këto njerëz, thot sidomos në muaj Shaban, thot shikoj që shumë kërkojnë rukje, ankohen. Thot një motër ose vëlla, thot kam nevojë për rukje, jam shumë i rënduar gjendja para se vi Ramazani, thot. Pse thot ndodh kjo? الشياطين يعلمون أنه إذا دخل شهر رمضان سيرهقهم ذلك المريض بالدعاء والصدقة، فيشدون عليه بالتعب والوهن حتى إذا دخل رمضان يدخل وهو مريض. وبعضهم قد يذهب إلى المستشفى وينوم فيها قبل رمضان ويقول ما أستطيع الصيام ومرضت مرض شديد. لهذا نقول من الآن لابد ترفع قوتك. Thot, sepse thot, shejtanët e dinë që po erdhi muaji Ramazanit, do të lodhet, do vuaj me këtë person i cili është praktikant, sepse namazi i tij, agjërimi i tij, lutjet e tij e mundojnë shejtanin dhe edhe vuan ka siklet. Prandaj ai e shfrytëzon maksimumin e aty sprovave dhe vujtjeve, pra mundohet ta lodhi më shumë njeriu para Ramazanit, që para se të afrohet Ramazani ky të jetë i smur, dhe ka për tyre thotë që smur ka çrën, se që shkojnë dhe shtrihen në spital, shtrohen, dhe i ka për Ramazani dhe ai nuk është në gjendje për ta agjëruar fare, pra i kputur totalisht, pra vetëm në shtrat.
فإذا دخل شهر الصيام نقول لهذا المريض انظر إلى صنوف الطاعات كلها، لا تفكر فقط في الصيام والصلاة، صدقة، صلة الرحم، أشياء كثيرة تقوم بها. Prandaj pra i smuri thot para se të vi Ramazanit duhet servitet që të hyjë në Ramazan fuqishëm. Dhe nuk duhet në Ramazan thjesht përqendrohet në adhurime të caktuara, thot poset për të përpiqet të bëjë adhurime të ndryshme, me agjerimin, me sadekan, me namazin, me duat, me dhikë, lexim Kurani, me vizitat të afërme, me fjalë jo me kuptim, po lidhje farafisnore, gjëra të cilat janë për sadekas me qëllim që të bëjë sa më shumë adhurime të ndryshme, ta fuqizojë, ta forcojë veten e tij. إذا كان رمضان هو شهر الصبر فكيف يكون في حق المريض؟ Nëse muaj Ramazanit do quhet muaj i durimit, si do të jetë gjendja me të smurin? Pra ai do të jetë më durimtar se të tjerët. إذا هو شهر الصبر، لا تقل تعبت جسمي تعبان، لا، الآن تخرج كل قوتك كما لو أنك كنت في حرب. Atëherë pra kur vi Ramazani, mos thuaj që u lodha, s'kam takat e fuqi, por se nxirre maksimumin që ti ke për fuqisë, sepse ky është muaj i sakrificës, pra llogaritë veten sikur je në betejë. Pra dhe duhet me bë maksimumin që ti ke nga fuqia jote që ta kalosh këtë muaj me sukses. شهر رمضان شهر القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم ختم القرآن وغيره من الصحابة ومن التابعين، وهناك من العلماء والأئمة من ختم 60 ختمة في رمضان. Muaj Ramazanit është muaj e Kuranit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka bërë hat me gjithë Kuranin Ramazan, edhe prej sahabëve dhe prej dietarëve. Ka pras prej tabiinëve dhe njerëzve me parë njerëzve të mirë, të cilët kanë arritë ta bëjnë Kuranin hat me gjatë Ramazanit 60 herë. والله يا الأحبة، أذكر قصة لفتاة كانت في 11 من عمرها، فتذكر أمها تقول قرأت في أول يوم في رمضان ممكن 12 جزء أو 11 جزء قرآن. Thot një rast, thot një motër e vogël, 12 vjeçare, thot e smur, thot tregon nëna e saj, thot që kur hyn Ramazani, ditën e parë ka lexuar 12 xhuze. ختمت في رمضان أظن 3 مرات أو 2.5. E boni thot hat me Ramazanin afërsisht 3 herë. لا يقول أحد ما أستطيع، أنتم عرب ونحن عجم تستطيعوا. E mos thot dikush që thot nuk mund të arrijë diçka të tillë se ju jeni arab dhe ne jena nuk jemi si ju. Mund të çdo njeri ta bëjë. كم جلست تقرأ هذه في اليوم؟ 5 ساعات 6 ساعات. أنت اجلس واقرأ سورة الفلق، الناس، آية الكرسي، هذه المدة. Atëherë ky person pra që di ta lexoj Kur'anin mirë, thot, sa ka i ka marrë kohë nga koha e tij që ta lexojë këtë pjesë Kur'ani, 5 orë, 6 orë. Ti nuk di të lexosh? Atëherë thot këtë kohë 5 orë, 6 orë lexo surën Felek, surën Nas, Ajetin Kursi, pra këto që ti din. هذا القرآن بالنسبة للصدقة تخرج ما تستطيع أن تخرجه. Ndërsa me lidhje me sadekan thot nxirr për sadekas atë që ti ke mundësi ta nxjerrësh. كثير منا قد يتصدق، قد يفعل عمل، يعمل خمل خير، ولكنه ما يحتسب الأجر على الله، ويقول نعم الله يعطيني أجر، لكن لما تخرج أنت تتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح. يا رب هذه 100 لك الذي أخرجتها، يا رب تدفع عني بها سحري وعين وكل شيء. Pra shumë thot japin sadaka, thot, por se në moment që e japin nuk e llogarisin dhe nuk e mendojnë shpërblimin që ka kjo sadaka. Pra duhet patjetër kur të jep sadaka që ta ndihesh dhe ta përjetosh këtë vepër dhe ta bësh një jetë që o Zot ti bëje këtë lëmosh, këtë sadaka që po nxjerr, bëje shkak dhe ndërmjetësi sebeb që të largohet kjo vujtja ime dhe kjo smundja ime që kam. في بيتك لابد أن يكون لك مكان مخصص لصلاتك وعبادتك وتفرغك، وخاصة في شهر رمضان. Përpiqe thot që në shtëpinë tënde ta kesh një vend të veçantë që ti ta kushtosh rëndësi namazit, leximit të Kuranit, adhurimit dhe sidomos në muajin e Ramazanit. ما ينفع تدخل البيت مثل كل مرة السلام عليكم ماذا صنعتم، تدخل المطبخ وتخرج من هنا وتدخل هنا، لا، دخلت البيت السلام عليكم هذا مكاني. Atëherë thot mos e bëj thot gjatë muajit Ramazanit që hyrja në shtëpi të jetë si gjithmonë, hyr në shtëpi me përshëndet, selam, pastaj vazhdo kuzhinë, kalon dhomë tej, fillo han diçka, por se
futesh përshëndet dhe futu tek vendi jot, qetëso aty dhe vazhdo thot programin tënd. قرآنك سبحتك كل شيء دعائك سيأتيك ملل سيأتيك الشيطان خلاص يكفي رمضان ما فيه كفاية. Atëherë thot, futu thot, vazhdo lexo Kur'an, dua, dhikr thot, do të vije thot kputje dhe lodhje. Shejtani thot vjen që të sulmoj që ti thot u boll se u lodhe. Normalisht do ndjesh lodhje thot, jo thy. Kjo është shansi im Ramazan thot, vazhdo të çoh thot mos e ndërprit. إذن على المريض أن يجتهد في هذا الشهر ودعاء الصائم مستجاب من وقت الإمساك إلى وقت الإفطار كل هذه الساعات الدعاء فيها مستجاب ولكن للأسف الشديد يذهب ذلك المسكين ينام إلى العصر ويبقى 3-4 ساعات أيضا تضيع. Atëherë thot, duhet ta shfrytëzosh thot lutjen thot dhe lutja e agjëruesit është e pranuar thot. Dhe koha që pranohet lutja për agjëruesin është që në kohën e syfyrit që mbyll ushqimin, pra që kohë që përfundon ajo hyn koha e agjërimit deri kur të vijë koha e iftarit. Ama shumica e njerëzve çfarë no thot, e kalon kohën ditën e tij në gjumë thot deri për ikindi dhe pastaj kur ka vjen ikindia e pra deri për akşam i hik koha në muhabete në gjëra të kota dhe i hiku koha gjithë këtë kohë që ka shansi pranohet lutja i hiku dhe nuk e shfrytëzoj. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي غافل وملتهي إليه شيء آخر. Profeti sallallahu alajhi wasallam thot një thënë të tij thot, Allahu nuk e pranon lutjen e atij cilit zemra e tij është e shkujdesur dhe atij cili nuk është i përqendruar në lutjen e tij. Pra, se ka mendje në moment që lutet, pa nuk lutet me gjithë zemrën dhe shpirt, dhe kur lutet i shkon menja sa me krah me tjetër dhe nuk i ka mend aty ke halli që ti po lutesh. Pra këto lutje nuk pranohen. Pra i ngre durët dhe ti shiko kush hyni kush doli, edhe rrith goja flet, zemra se di ku është. فهل هذا الذي ينام إلى العصر وإذا سألته دعوت الله يقول نعم دعوت الله وقت الإفطار ووقت ما صليت العصر نقول هل هذا جاد في دعائه وحاجته؟ والله سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعا ليس أي أحد المضطر. Atëherë thot, po ky person i cili thot që kur e pyet a ke bërë lutjen e Ramazan, thot kom bë thot për ikindin në kohën e namazit edhe para iftarit. Thot, a konsiderohet ky njeri si ai person që është me vërtet që ka vullnet dhe don që t'i pranohet lutja? Normalisht që jo. Pra Allah thot që kush është ai i cili, pra përveç Allahut që i pranon lutjen atij që është nevojtar. Pa nevojtari është ai i cili është mbrengen në hall dhe do të zgjidhet problemi. Ai nuk moment pa deri kur të zgjidhet halli ai lutet. Pra, ky person që vetëm moment e lutet, sikur se nuk e ka ndjesinë që do që të hiqë problemi që ka. Pra, nuk është ajo përkushtimi i duhur dhe rëndësia që i kushton vetes tij. تأتي للطالب في الامتحانات النهائية وهو جالس يذاكر ويدور في الغرفة تقول له تعال ينظر التلفاز في مسلسل يقول ما أحد يكلمني نضع العشاء ما أحد يكلمني فقط عقله ونظره في الكتاب حتى تنتهي يعني ذلك الامتحان. Ai keni vurë thot re dikush thot që ka provim të nesmen, ka në land vështirë. Thot që me libër në dorë vazhdo lëviz, hik, lexon, ku i thon hajde se ushtru buka thot, mbledh thot s'kam kohë. Hajde shiko se është një film i mirë tani moment thot kjo është po vazhdo ky film ose diçka e tillë, ai nuk ka kohë sepse don të arrijë të fitojë të kalojë provim. Pra nuk i intereson asnjë gjë nga jeta, ka hallën aty ke libri. Pastaj mas provimit e ka kohën, ama i jep rëndësi në maksimum. تأتي للأب أو للأم وابنه دخل في عملية صعبة في المستشفى تجده عند باب العمليات يذهب ويرجع يقول اذهب ارتاح يقول ما عندي راحة ما أستطيع أنا ما نمت من أمس طب باقي لي لهذا الشيء 2-4 ساعات يقول أجلس إلى غدا لابد ويدعو ويبكي. هذه هي الطريقة التي لا بد أن يكون عليها المريض الروحي في رمضان. A keni vurë e thot ndonjë prind thot, i cili për shembull ka fut fëmijën në operim. Thot si është gjendja e tij thot. E shikon thot që rrin aty me orë tëra thot tek dera operacionit. I thon njerëz të afërm shko thot qetëso se imi ne këtu se ka jo thot, ai tu qa tu lut, nuk hik largohet edhe pse mund të ketë hik gjithë nata ose dita pa gjumë.
Pra, gjendja e këtij prindri që pret që dalë me sukses fëmia, kështu do të jetë gjendja e të smurit që është i prekur në muajin e Ramazanit. الآن سنتكلم عن بعض أحكام الصائم أو المسحور أو الممسوس أو المعيون في رمضان. Tani thot do flasim për disa rregulla që ka të bëjnë me agjërimin, pra për njerëzit që janë të prekur, ka xhindet, apo ai që ka magji, apo ai që është i prekur nga mësyshi. المصابين أقسام وأنواع، لا يأتي شخص يقول الشيخ أفتانا في الدرس نقول اسمع جيدا. Atëherë njerëzit thotë që vuajnë, janë të prekur, thotë janë të ndryshëm, nuk janë gjithë një lloj dhe mos ngabojnë ndonjëri që të ngjojë diçka nga mësimi sot. Dhe thotë që ka thënë shehu fetva, thotë dhe unë si jam si puna e atij personit, por se duhet ti kuptoni mirë sepse nuk janë gjithë njerëzit një lloj. هناك بعض المرضى مصابين بالصرع الشيطاني. Ka njerëz të cilët vuajnë nga epilepsia që shkaku i saj është prej xhinëve dhe shejtanëve. والصرع الشيطاني يختلف عن الصرع المرض العادي. Dhe ato të cilët vujnë nga epilepsia si pasojë e xhinëve ndryshojnë nga ata që vujnë nga epilepsia si smundje fizike. الصرع الشيطاني قد تطول مدة غياب عقل ذلك المريض. Sepse ai i cili është i prekur nga epilepsia dhe shkaku i saj është prej xhinëve, ndodh që në moment që e kap smundja, i zgjatet koha e tij, pra i zgjaten ato reagimet dhe problemi mund të shkojë koha, pra që truri i tij është jashtë kontrollit, më gjatë se sa i cili vuan nga smundja normale. وفي رمضان حتى الجني الذي يكون في الجسد قد يتعب من الصيام ويسقط هو والمريض، فتجد المريض مثل الميت يحركه وما يتحرك يغمي عليه. Dhe thot në Ramazan, ato të cilët kanë prekje, kanë xhin, thot, ndodh edhe xhindet që në trupin e tij lodhen me agjërimin e këtij person dhe madhurimin e tij dhe lodhin dhe këtë smurin dhe i gjen, thot, që i smuri thot është si i vdekur, vetëm shtri dhe s'ka fuqi të shohët. العلماء يقولوا الذي يغيب يعني هكذا عامة اليوم أكثر اليوم صيامه لا يصح ويقضي يوما مكانه لأنه ما تحقق عنده أمر الصيام أنه تحمل الجوع والعطش. Dietarët thonë, ai personi i cili shumica e ditës, pra mbi shumicën e ditës i kalon pra ditat dhe ai nuk është i logjikshëm, i ka humbur dia, thonë atëherë agjërimi i këtij personi nuk quhet për shkakun sepse nuk është arritur qëllimi që kërkohet për agjërimit, që ta ndjej ai që agjëron urinë edhe vujtjen. Pra nëse shumica e ditës ti kalon dhe ai ka humbur logjika, atëherë këtë ditë e kompenson me një ditë tjetër agjërimi. أما إذا أغمي عليه لوقت يسير يكمل ويتم صيامه. Ama nëse i ndodh ti personi që është i prekur, që hik vetë dia me momente dhe një pjesë të ditës, pra pak, atëherë në moment që i kthehet logjika, ai vazhdon agjërimin dhe e plotson të plot, pra e përfundon ditën e agjërimit. أنا أتكلم الآن على الشيء الصعب. Pra tani po flasim pra për rastet e rënda, nuk po flasim për njerëz që thjesht që thotë kanë probleme dhe është normal gjatë kohës. بعض الناس قد يصاب بعين قوية يكون مغمى عليه ما يستيقظ إلا في الليل مثلا. Mund të ketë të raste thotë të cilët thotë mund të jenë godit nga mësyshi, të cilët thotë nga lodhja që i shkakton nuk çohen dot dhe s'kan fuqi të çohen vetë se ku vi darka. أحد الدعاة مات الله يرحمه قديما لما جاء يتزوج بعد العقد مع الأكل والشرب جسمه امتلأ، فقالت إحدى قريباته قالت قبل الزواج وأصبحت مثل البرميل ماذا ستفعل بعد الزواج؟ Thot njëherë thot njëri nga davetçit, ka vdek thot Allah më shërof, thot, moment që fijohet para se të martohej, thot, filloi trupi i tij pra të shnohej shumë mbi atë normën me fjalë. Dhe një nga njerëzit e afërm të tij i thot ti tha tani thot pa martu akoma, thot je bo thot si fuqi, thot. Po kur të martohesh ti si do shkoj puna jote? فحدثت له حالة صعبة أصبح عنده مثل النعاس الشديد فينام ما يتحرك، يستيقظ الليل الساعة 11 في الليل فيقوم يجمع الخمس الصلوات ثم قبل الفجر يغيب مرة أخرى إلى الليل اليوم الثاني.
pasaj thot, e kapi thot një kputje lodhje për gjumje me fjalë që thot ky nuk u zgjotet dot nga shtrati vetëm se në orën 11 darkës. E u çonte, i fali gjithë namazet, pastaj për sabah e kapte gjumi prap, kështu këtë lloj gjendje. هذا معذور في صيامه وفي صلاته. E ky rast, pra rasti i tillë, me fjalë thot është justifikuar pra edhe për namazin që hiqen, edhe për agjërimin. فيقضي صلاته ويقضي صيامه. Atëherë ky thot e kompenson pra agjërimin e tij edhe namazet e tij e fal, i bashkon kohën që ka mundësi sepse nuk mund të dot edhe me lëviz me tun me lut nuk zgjohet dot. وهناك حالات صعبة من حالات السحر وحالات المس أنه يتحكم في جسد المريض، فتجد المريض في لحظة هذا مثل ما تضغط زر الإضاءة يعني تضيء أو تغلق هكذا تجده فجأة إذا قل ما أستطيع يذهب ينام، يوقظوه ما يتحرك ولا يستطيع أن يقوم. Edhe ka raste të rënda thot për aty që vujnë nga magjia apo prekja thot, të cilët thot i gjen thot në moment, pra janë shumë normal, një moment thot si me fik dritën. Kputet fare direkt thot, pastaj luje, çoje, nuk lëviz nga vendi. Dhe kputet një gjendje gjumi, pasi më që normal duke fol tak fiket, shtrihet edhe maron. Pra po flasim pra për rastet që janë raste të rënda thot profesor. هؤلاء معذور لكن ما ينطبق هذا الكلام على شخص يسهر حتى ما يكون عنده طاقة ثم يأتي وقت الطاقة يقول ما أستطيع لا نقول لا أنت الذي فعلت هذا بنفسك. Pra këto janë raste të rënda të cilët thot janë jashtë vullnetit tyre. Ndryshe thot nga personat e tjerë, të cilët e kalojnë natën e tyre në muhabet, e kalojnë natën e tyre pa gjumë, qëllimisht vetë, pra nuk ose diçka i pengon, dhe pastaj mrapa kur vjen koha namazit, ja kpusin gjumit e thot pastaj s'kam takat s'munde, po ti vetë e bone këtë. Pra nuk është ky rast i këtyre me ato të cilët sikur i fik dikush, pra ta kputet, pra ti rrin pa gjumë, rrin kafe muhabet, dhe kur afrohet namazi sabahut, ja fut gjumë, tik namazi, tik dreka, është je fajtor vetë. كثيرا ما نسمع من المرضى الروحيين أنه يقول أستيقظ مثلا الساعة 10 الصباح أظن أن الفجر ما أذن وأقوم آكل ما لذ وطاب ثم بعد ذلك ينبهني أخي أو أمي تقول كيف تأكل؟ قل الفجر يقول لا أنا الساعة 10. E në thot me rastet cilët thot, për shembull nuk zgjohen do thot vetëm se në orën 10. Edhe ai thot është i humbur fare thot, fillon në han thot po haj syfyr, han ngopet, ku i thon çfarë po thot? Thot po haj thot syfyr, thot ora 10 thot, ka iksa vaj gjithë. Pra nuk e kuptojnë veten derisa familjarët dikush i tregon që se ka zbardhur, ja nuk është më natë apo. من رحمة الله بأمة محمد أنه رفع عنا الخطأ والنسيان. Nga mëshira e Allahut për këtë popullin e Muhamedit, pra umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është që Allahu thot e ka ngrit për tyre gjërat, pra nuk i qun për mëkat kur bëhen gjërat gabimisht pa dashje edhe kur bëhen nga harresa. الحكم الشرعي في كل شخص قام وأكل وهو ناسي أو ما تأكد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقاه ويكمل صيامه. Pra çdo person i cili thot nga harresa apo nga mos pasja e mendjes, pa del nga mendja harron, nga shkujdesia pas është i përqendruar, han, pin, pa e kuptuar veten, thot atëherë është gjykimi që është i përgjithshëm që kjo është një ushqim që ka nga Zoti, nuk ka probleme e fillon agjërimin e tij. لهذا دائما نذكر المريض الروحي نقول أنت تختلف عن الشخص العادي. كيف؟ قل أنت قد تأتيك وسوسة شديدة أو الشيطان يبين لك أن هذا الوقت يعني ما دخل الوقت، نقول أنت بالذات لابد يكون الساعة في يدك ويكون الاحتياطات وتتأكد قبل أن تدخل المطبخ وتمد يدك إلى أي شيء، تتأكد. Ndërsa ata që janë të smuar, thot, do të kenë kujdes të veçantë, për shkak thot se këtyre ju shtohen cytjet dhe ngacmiet dhe vezveset gjatë Ramazanit. Pra shejtani mundohet me ta në lloj mënyre që t'i largoj ose t'ju aprish atyre agjërimin dhe adhurimin. Prandaj thot, para se ta bësh një vepër, para se të shkesh nguzhim me hëngrë ushqim, mundo të katë mbash orën dorë, të shohësh diçka ta, shohësh veten që të sigurohesh. Pra sepse ti mund vi çdo moment shejtani hasa është akoma natë, sigurohu. Pra përgatitesh që mos shkosh të bësh diçka
se për shkak këtyre cyqjeve dhe mundimeve dhe vujtjeve që të vinë. هناك مرضى حالتهم صعبة يقول والله استيقظت والوقت كله أنظر ظلام بعد ما أكلت أخي يقول تعال انظر يكون نور شمس يقول والله أنا رأيت ظلام الجن الذي فيه صور له هذا معذور ويتم صيامه. Ka raste të rënda, thot, që çohet për shembull për syfyr, thot dhe e shef, e shikon del në dritare, e shikon errësirë totale. E fillon han. Ky ty hangër vje për shembull vllai dikush e thot ç'a bë, thot, ka dal dritë jashtë dielli. Jo, thot e pash. Por e thot ka është dritë fara diell. Dhe ky thot është justifikuar për shkak thot se shejtani nga rasti i rënd që ka, ja paraqit atij e shikon sigur është errësirë edhe pse është dritë jashtë. بعضهم ينتظر وقت الإفطار يسمع المؤذن أذن يقول بسم الله يأكل يقول ما أذن يقول والله أنا سمعت صوته يقول ما أذن يقول أنا سمعت لا شيء عليه. Ose për shembull raste që ndodhin me të smurë, thotë që turprit iftarin, thotë fillon e çel, thotë ku i thon çfarë, thotë u thirr ezanin, po jo thotë çfarë thirr, unë ngjova thotë. Pra këti i bëhet ezanin vesh e ngjon. Pra këto njerëz aty janë justifikuar sepse dalin jashtë kontrollit tyre. ولكن ما يجوز التساهل في هذا أنت عندك مرض إذا أنا لن أفعل شيء حتى أسأل الذي بحولي أنا سمعت أذن قالوا لا أقف ما أتصرف في نفسي لأن قد يذهب عليه يوم أو يومين مسامح لكن إذا أصبحت تعرف أن هذا الشيء يقع عليك إذا لا تتصرف حتى تسأل. Ama këto persona thot nuk duhet që ta lejnë veten të lirë. Thot përderisa e vin mund të tolerohet që i noth një herë pa dashë dy herë thot. Por jo se ky tani të justifikohet dhe thot që mund duket ezani hangra pive pas e mrapa e mora veç se akoma s'ka hyrë koha. Thot të sigurohet para se ta bëjë një vepër me personin që ka pranë tij me një tjetër duke pa telefone të tjera me radhë që mos ta bëjë këtë si justifikim të prishë agjerimin, por se të bëjë kujdes dhe të sigurohet para se të filloj ta çelë agjerimin. طيب مسألة المسحور الذي يتقيأ في نهار رمضان. Një pikë tjetër thot, ai i cili është i prekur nga magjia thot dhe vjell gjatë muajit Ramazanit. واحد يقول دائما أنا أتقيأ في النهار مرة مرتين أكثر أقل يدخل رمضان كيف أصوم؟ نقول له تصوم صيامك جائز. Dikush thot që nga problemet që ka, thot me vjen thot të vjell pa dëshirën e tij. Thot vjell 2-3 herë në ditë gjatë Ramazanit, thot si të veproj me agjerimin, i themi thot ti vazhdoj agjerimin dhe s'ka asnjë problem për ty. الذي يبطل الصيام القي العمد واحد يدخل إصبعه في فمه حتى يتقيأ هذا الذي يبطل الصوم أما إنسان ذرعه القي غصبا عنه خرج منه يغسل ويتم صيامه. Pra agjerimin e prish rasti kur personi tenton me dëshirën e tij, me vullnetin e tij të lirë që ta prish agjerimin. Pra duke fut gishtat që të vjelli. A kjo lloj mënyre e prish agjerimin. Ndryshe nga ai që i vjet vjelli pa pas në shkak nga ky personi vet, pa shkaktuar ky. بعضهم قد يتقيأ دم يتقيأ كأس دم كامل أيضا يتم صيامه. Ka njerëz thot për këtyre që kanë magji thot që ndodh që vjellin gjak, ka një gotë më tepër gjak. Thot asgjë nuk e prish, pra vazhdon agjerimin, nuk prishet agjerimin. بعضهم إذا تقيأ يخرج كل ما في بطنه حتى يشعر أن روحه ستخرج فيضعف ما يستطيع للصيام هنا يقول يفطر ويقضي مكان هذا اليوم يوم. Ndërsa ka njerëz të cilët thot vjellin aq shumë saqë e ndjen veten të kputur lodhët sikur po i del shpirti dhe s'ka më fuqi. Pra fare nuk mundet që ta plotësoj agjerimin nga lodha dhe mundi që ka, nga vjellja e tepërt dhe e shumt. Atë ky person i cili pra nga vjellja e shumt pa dëshirën e tij, që arrin me një gjendje që nuk ka më takat e fuqi, që të përballojë atëherë mund ta prishë agjerimin dhe e kompenson këtë ditë me një ditë tjetër. هناك مرضى يذهبون إلى الرقى في نهار رمضان ويتقيأ عند الراقي ما حكمه؟ Në disa të tjerë të smur thot që shkojnë të bëjnë rukje gjatë Ramazanit, pra gjatë ditës që janë agjërueshëm thot, dhe ata vjellin kur bëjnë rukje. Si është gjykimi për këta persona? إذا كان من النوع الذي يتقيأ دائما وقت الرقية في غير رمضان نقول له لا تذهب في هذا الوقت اذهب بعد الإفطار. Në qoftë se ky është koshient dhe i ndodh shpesh sa herë që bën rukje, ky vjell,
atëherë I themi që ti mos shko të bësh rukë në moment që I agjërushëm, por se bë rukë në moment që ti je pas I ke mbyll agjërimin, pra në darkët, natën ose ونقول للراقي إذا كان الذي يأتيك تعرفه ودائما يتقيأ لا تقرأ عليه في نهار رمضان، اقرأ عليه في بعد المغرب أو بعد العشاء. Dhe ai vlla pra hoç që merret me rukje, I themi dhe e din personin që do vije, që ky është nga ata që ndikon tek rukja dhe vjell, I themi këtij personi mos prano ti bësh rukjen në moment që është me agjërim, por se bëj rukja ti pas agjërimit, pasi ta mbylli agjërimin. قد يقول الراقي والله أنا ما أعرف هذه الحالة جديدة جاءتني ما أعلم أنه يتقيأ وقرأت عليه وتقيأ، لا شيء على ذلك المريض لأنه ما تعمد أن يخرج الذي في بطنه. Nëse thot ky hoxha që gënon, thot unë se njoh këtë smur që po vjen, edhe ai nuk e din veten e tij. Atëherë edhe thot gjatë rrugës thot not që volli, atëherë themi s'ka gjë as për ty, sepse nuk keni ditë që ky problem mund të ndodhte, pra ka qenë pa dashje, pa vullnet. الآن هناك راقي يقول يعني ماذا أفعل لبعض المرضى؟ نقول اسألهم إذا قالوا لك نحن حينما نذهب عند الرقاة نتقيأ أنت قل له والأفضل تأتيني في المساء. Atëherë thot, si këshill thot, këshillohen thot, ai që hoxha që kënon thot, që ta pyesit smurin para se të vije. Në qoftë se ky tregon që rasti I tij është I rëndë dhe ky vjell shpesh, atëherë I thot që hajde të knoj për shembull pas iftarit, pas taravive. قد تحدث حالات أن المريض يكون ذهب عند 13-14 رقاة وما يتقيأ، لكن حينما ذهب عند هذا الراقي وسأله هل تتقي؟ يقول لا أنا ما أتقي. حينما ذهب عند هذا الراقي أراد الله أن يتقيأ ما عليه شيء ويتم صيامه. Në raste thot që thot I smuri thot mund të kesh shkuar disa rrugë hoxhallar që këndojnë, që lexojnë, thot dhe thotë nuk vjell asnjëherë, thot s'kan vjell gjatë rrugës sot, po ndon Zoti thot që mund vite dikush tjetër, që në moment që e kënon te ky thot ndodh që mund vjelli në atë moment që I kënon ky. Thot nuk ka diçka për këtë, thot sepse nuk është natyra e tij që ka vjell ndonjë rrugë. بعض الرقاة قد يقول أنا أقرأ على المريض حتى لو يتقيأ لأن هذا علاج ومثل المستشفى، نقول له لا. Disa rukëxhi thot mund thonë që unë I lexoj thot smuri thot se është I smur thot si me qenë doktori I spital thot dhe nuk më intereson fare a vjell apo nuk vjell. I themi jo, nuk është kjo një mënyrë e durë dhe saktë thot, sepse ndryshon rasti I hoxhës rukëxhit me rastin e mjekut. يقول يعني الأجر نهار رمضان دعاء مستجاب، نقول وأيضا بعد نصف الليل هذا وقت النزول الإلهي واستجابة الدعوات في رمضان وفي غيره، عندك من 12 إلى الساعة 4 استقبل مثل هذه الحالة. Mund thot pra ky hoxha rukëxhiu thot që në këtë moment thot muaj Ramazan thot duaja pranohet thot dhe me atë e shfrytëzoj që të jetë rukja më e fortë dhe pranohen lutjet dhe të kurohet personi. I themi thot dhe 1/3 natë sa shkoj që Allahu zbret dhe pranohen lutjet, atëherë bëj rukjen këtë orar. Mos e bëj agjërimin tjetër. هناك حالات قليلة تحتاج أن يتقيأ المريض. Por se ka disa raste që janë të pakta që është e nevojshme që I smuri të vjelli. بعض المرضى يخرج من بطنه أشياء عجيبة، يخرج بيض، يخرج حديد، يخرج حجر. Pra ka njerëz smur thot që nxjerrin nga trupi I tyre vjellin vezë, vjellin hekur, vjellin gur, vjellin foto e tjera me radhë. عظام، زجاج، Kocka, مسامير. xhama, gozhda. فإذا جاء هذا المريض مثلا في نهار رمضان الساعة 10 وهاج الجن الذي فيه وصرخ، هو الآن أصبح ليس شخصا عاديا ولا بد يقرأ عليه في هذا الوقت، ما يستطيع يقول لا أنت أنا أقرأ عليك بعدين. فهذا يقول له تأتي، فإذا كان هذا النوع من المرضى يتقيأ أشياء غريبة وأسحار تخرج، هنا الراقي يضطر أنه يقرأ عليه في هذا الوقت ويقضي عن ذلك اليوم يوم المريض. Por se nëse rasti I të smurit, pra është nga ato raste të rënda thotë që nxjerrin nga trupi I tyre gjëra të ndryshme, pra jo vjellja normale që ndodh. Thot, por se nxjerrin nga këto që përmendën, thot, dhe ky thot mund t'i ndodhë për shembull gjatë ditës Ramazanit që gjendja e tyre ndodh dhe gjendja e komandon ato, e nxjerr nga situata. Pra, edhe ky është një rast që nuk mund ta presi që kur të kaloje ose të vira iftari, por rast që kalon mund dëmtoje, mund
rëndohet gjendja, pra gjendje që ka nevojë patjetër për dikush që t'i kënojë ta lehtësojë gjendjen e tij, që të rikthehet në vetvete, atëherë thotë këtij mund t'i kënohet, edhe pse ky mund të vjellë gjëra të tilla, sepse vjellja e atyre gjërave e liron gjendjen e tij, porse këtë ditë që e prishë agjërimin me këto që nxorri, e kompenson me një ditë tjetër në vazhdim. هناك بعض العلاجات التي يعطيها بعض الرقاة للمريض حتى يتقيأ. نقول في رمضان تنبه من هذا الأمر، لأن المريض بطبيعته يصعب عليه الصيام، فإذا أعطيته هذا العلاج ليتقيأ وقد يأتيه إسهال، هذا ينهك قوته ويتعبه في صيامه. Ka kura që përdoren, thot, që të lehtësohet dhe shërohet i smuri, thot, të cilë gjëra thot që e provokojnë atij, thot, diarren edhe të vjellmër. Duhet me pas kujdes, thot rrugë xhiu, që të smurit mos t'i japi kura të tilla gjatë muajit Ramazanit, sepse kurat e tilla, të cilat e bëjnë që të vjelli edhe të dali diarre, pra të ketë bark, këta e bëjnë që trupi i njeriu të smurit të dobësohet, pra të dalin ato gjithë lëngjët edhe të humbi fuqia, dhe e ka të vështirë ta plotësojë agjërimin, prandaj që duhet pas kujdes, mos i jepen ilaçe të tilla gjatë muajit Ramazanit. فإذا اضطر الأمر في بعض المرضى وأخذ هذا العلاج قبل الفجر وأمسك، ثم بعد الفجر بساعة بدأ يتقيأ مرة ومرات لأجل العلاج، هنا هذا القي يدخل في مثل قي الشخص الذي ذرعه القي، يكمل صيامه إذا استطاع، فإذا تعب يفطر ويقضي يوما ولا إثم عليه. Nëse rasti është shumë i rëndë, thot, dhe ky e përdor një kurë, e përdor në kohën që është gjatë natës, që të lirohet nga kjo, por se efekti i atij kurës ilaçit, pra po flasim raste të rënda që sprovon gjendjen e tij, e përdori dhe thot nuk i erdhi ajo vjellja ose diarrea vetëm se masi ai filloi agjërimin, pra syfyrin, po i erdhi nga paraditja, mas disa orësh, i filloi efekti i këtij kurimi. Atëherë thot, nëse vjellja e tij thot është si vjellja që të vjen pa dashje, normale, nuk e prish agjërimin. كثيرا ما يتسلط الجني المتلبس بالمرأة على أكثر النساء يشتكين: يا شيخ نزل علي دم وأنا صائمة. نقول تنبهي، إذا لم يكن دم دورة استحاضة تكملي صيامك. No thot me motrat që shejtan ose këto që kanë po flasin pra gjithmonë, gjithë ligjërata është për këta të smurët, ajo njerëzit normal. Thot që nga pasoja që ka prej prekjes apo magjisë, thot mund ndodhi që i zbret pra ka gjakderdhje, thot gjatë Ramazanit. Pra fillon agjërimin, thot dhe mund të shkaku i këtyre shejtanëve mundojnë dhe i japin siklet që me qëllim që ta largojnë nga agjërimi, thot edhe mund të ketë gjakderdhje. Thot duhet me pas kujdes që të shikojë veten, a është gjak i atyre që është i periodave apo është gjak normal. Nëse është normal, thot e vazhdon agjërimin dhe nuk e ndalon. هناك فتاوى بالنسبة لبعض المسحورين أنه قد يكون السحر معه من 8 سنوات 10 سنوات وأصبح عندهم مثل مرض مزمن، ما يستطيع يصوم أبدا، ما يستطيع، مثل مريض الكلى ومريض. فالعلماء يقولوا مثل الأمراض الأخرى هو مرض، فإذا كان هذا المرض السحر ما يرجى شفاؤه ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين. وإذا كان هذا شيء عارض ويتعالج وفي تحسن يقول لا، يصبر حتى يقضي هذا الصيام ولو بعد كم سنة. Ka disa fatva nga dietar për ato të cilët vuajnë nga këto smundje, pra nga magjia dhe nga problemet e prekjes së mysyshit, të cilët kanë vite që vuajnë. Dhe ata të cilët kanë shumë vite dhe rasti i tyre janë raste të rënda dhe nuk shikojnë që po gjatë këtyre gjithë viteve që përpiqen nuk kanë pas përmirësim dhe kurim apo nuk presin që të lehtësohen dhe shërohen, atëherë këta quhen si ata të tjerë që kanë një vujtje fizike, siç janë veshkat apo smundje të tjera fizike që nuk pritet për tyre kurim, po thjesht mbahen me qetësues dhe ilaçe. Atëherë gjykimi për këtë është si këta të tjerët, pra mundet të ta kompensojnë agjërimin, pra mund shkel një të varfër sepse janë gjendja të rënda, nuk mundet rasti i tij që të lehtësohet, që ta përballojë agjërimin. Nëse është nga ata të cilët kurohet, pra bën kurat dhe ka vure shenja përmirësimi, herë lehtësohet, herë rëndohet, atëherë ky përpiqet
më shumë që أختم بالإجابة على هذا السؤال الذي يتكرر دائما. يا شيخ، طالما رمضان تصفد فيه مردة الشياطين، فكيف يكون هذا التأثير من الجن على الناس والشياطين تصفد؟ thotë, është një pyetje thotë që ndodh që bëhet shpesh nga njerëzit, thotë. Si ka mundësi, thotë, që thuhet në hadith që shejtani në muajin e Ramazanit prangosen. Dhe si ka mundësi këta që janë të prekur dhe këto të vujtën vazhdojnë akoma të kenë probleme të tilla dhe raste që shtohet problemi. Atëherë si është gjendja këtyre, pra si mund të kuptojmë këtë hadith me këta probleme që ndodhin përditshme? الحديث يبين أن مردة الشياطين الكبار يصفدون ولكن الصغار يبقون. Në hadith thotë qartësohet që gjatë muajit Ramazanit prangosen ato shejtanët agresiv prej tyre. Pra ata që janë rebel, ato që janë keqbërës. ودائما أنا أعطي مثال في هذا، مثال لطيف. يقول الإنسان المجرم الكبير لما يقول يلا يدخل السجن، فيقول لجماعته، يقول شوفوا أنا ذاهب السجن لكن أنتم نفذوا هذه الأمور لما أرجع. Pra ato prangosen ato që janë të rebelur, si dhe ato të rrezikshmit dhe jo ato që janë xhin normal, pra shejtan të thjesht. Pra po t'jap një shembull, thotë, është si puna, thonë, nëse për shembull një kriminal që është koka i bandës ose ato që i organizojnë ato problemet, thotë arrestohet dhe futet në burg. Ai për shembull çfarë bën përgjithësi kur arrestohet? I thotë aty ushtarët vet, ato që i kanë qenë poshtë timi fjalë, thotë këtë personi kryeni thotë ato punën me selini me fjalë kët. Pra atë pse ky është mren arrestuar, janë të tjerë që e bëjnë punën, pra nuk e lejnë me fjalë. Kështu që edhe këta ka shejtan të tjerë të vegjël që nuk prangosen që ato merren me këta të smur gjatë muajit Ramazanit. حتى في ليلة 27 السحرة يعملون بشدة. Edhe natën që quhet, pra që quhet në gjuhën e përgjithshme popullore dhe islame që ka mendime që nota kadrit, thotë edhe në këtë natë magjistratët punojnë. الله سبحانه وتعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر. ابن عباس يقول ما يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، ما يستطيعوا يفعلوا مثل ما كانوا يفعلوا من قبل، يعني الشياطين. Pra ke ajeti që thotë që ajo është paqe deri kur të vijë deri në agim, thotë Ibn Abbas radiallahu anhu, thotë që ata pra shejtanët e djaj thotë nuk mundet ta bëjnë atë natë, pra të bëjnë vepra siç bëshin gjatë netëve të tjera, pra kanë më të vështirë në gjatë kësaj natë. لماذا يفعلون الأسحار ويقف عليها السحرة، وخاصة في بلاد المغرب وغيرها أشد ما يكون تلك الليلة، ما ينام الناس يقومون الليل وهؤلاء مع الأسحار. لماذا؟ يخشون أن تبطل تلك الأسحار في تلك الليلة، فحالهم مثل حال الذين هم في سفينة وفيها شراع وهم يمسكون الشراع حتى ما يسقطوا ويغرقوا. Thot, po pse thot magjistarët, thot përpiqen shumë edhe këtë natë kur gjithë besimtarët thot janë në adhurim dhe në pritje natës kadrit. Thot sepse ato friksohen, thot, që në këtë natë magjitë që i kanë bërë njerëzve të prishen. Edhe ato mundohen, thot, që të bëjnë maksimumin që mos të arrit më shëru i smurin këtë natë. Pra si puna atij personi i cili thot që është i kapur nga diku dhe po bjen, thot, mundohet shtrëngohet maksimum që mos arrijë më ra. لهذا أكثر المرضى ليلة 27 يا شيخ والله أنا في الفراش مثل الميت ما أستطيع أتحرك، الجن يضغطون عليه حتى ما يقوم يعبد الله ولا يتضرع ولا يدعو الله. E shumë raste thot, thot që natën e 27 thot, thonë njëna të këputu të lodh, thot kena ngel në shtrat, nuk çohemi dot. Pra shumë raste nga këta njerëz e prekur që tregojnë dhe ankohen, thot, pra shejtan përpiqen me ato atë natë maksimum që mos të arrijë ky i smurt, çohet e të lutë ka dhuroj Allahun që t'i punon lutjet dhe të përfitojë nga ky problem. وهنا شيء يعني هذا نحن نقوله ما تجدوه في الكتب، أن عندنا بعض المرضى يتصلوا ليلة القدر يقول يا شيخ أنا أظنها ليلة القدر، يقول ما أحد يعلم ليلة القدر، يقول أنا أعرف كل سنة يأتيني تعب عجيب وأشعر أشياء حولي. حينما سألت بعض العلماء قال لعلهم الجن يرون الملائكة، والملائكة ليلة القدر ينزلون بكثرة في الأرض، فقد يرونهم ويعلمون هذا الشيء فيتعب المريض. وكم رأينا هذا في كل سنة، تأتينا اتصالات في ليلة من الليل كلهم تعبانين،
فأنظر العلامات موجودة ما نستطيع نقول يقينا ولكن تكرر كثيرا. Thot, ju them diçka, thot, që nuk gjen nëpër libra, nuk është e shkruar në libra, thot, thot pra këtë natën që në përgjithësi, thot, gjatë 10 ditësh të fundit që mund të jetë nata e katërt, një nga ato nete, thot, shumë të smur, pra po flasim me numre të shumta që kontaktojnë, thot, dhe unë, thot, më kanë thënë shumë raste që thot, unë e di, thot, që ka qenë natë e katërt sante. Thot, po pse e kupton, thot, se e ndjej, thot, sa atë natë me hyp, thot, një lodhë, një mund i kputë, thot, dhe e kuptoj që kjo është natë e katërt. Thot dhe ka pas, pra nga që janë shtuar rastet e shumta që thonë gjëra të tilla, thotë kom pyesë njerëz pra që të dijes, dhe thonë që mund të jetë, thotë dhe kum ka treguar, thotë ka ndodhur disa net në Ramazan, pra net e fundit, që disa njerëz, më thonë me dhjetra shkruajnë që kam këtë problem, po atë natës. Thotë unë mendoj që dhe kur shikon që janë shumë, dhe kur shikon shenjat që përmenden në fe, me fjalë e shikon që me vërtet ato përputhen shenjat me natën e katërt, me ato që ndjejnë njerëzit ato që kanë probleme. كذلك ختام رمضان الناس يقولون متى العيد الهلال ظهر تأتي اتصالات يا شيخ رجعت حالتي هجوم جسمي وقع رجعت مثل ما كنت فنسمع بعدها بساعة بساعتين قالوا غدا العيد. Edhe raste të tjera thotë kur gjithë presin thotë që nesër tjetë Bajram, thotë i shikon që vinë vazhdo njerëz të çojnë mesazhe thotë shehu thotë u isha gjatë Ramazanit i lehtë thotë tani thotë u ktheva siç isha. Fillova thotë ti jemi i kputur i lodhur siç kom qenë para Ramazanit. Dhe kur më vesh masa minuta shtregojnë që u pa hana dhe nesër është Bajram. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي كل مبتلى وأن يعافيه وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان ونحن في خير وأمان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات. Elusa Allah në madhëruar thotë që ta shërojë me emrat e tij bukur dhe të cilësit e larta që ta shërojë çdo njeri të sprovuar. Dhe lut gjithashtu Allahun që na mundsoj që ta arrijmë muajin e Ramazanit duke qenë mirë me shëndet edhe me të jetë në siguri edhe të shëndoshë mirë. Allah shlihet mira.